natën vonë e sejntes, mirë se erdhët të gjithë ju që e prisni këtë mbrëmje në fakt. Ne e fillojmë transmetimin zakonisht të hënave, por të gjithë ata që kanë muaj që në ndjekin, që nga fillimi sezonin, e din që e intja është paga shumë kulmi i javës, njëkohësisht edhe dita e fundit e javës, është dita ku ne ftojmë dhe nëpërmjet kësaj studio ju bëjmë ju të mundur të njihni nga afër një personazh të rëndësishëm të realitetit shqiptar. Kanë qenë të ndryshëm. Të gjithë ata që kanë hyrë, kanë folur, janë rrëfyer, kanë ndarë me ne, me ju pjesë të karrierës së tyre, të jetës së tyre gjatë gjithë këtyre javëve. Sot ne kemi zgjedhur një profesor në kuptimin e plot të fjalës, ai është rektori i Universitetit të Tiranës, është njëkohësisht një nga njohësit më të mirë të ekonomisë shqiptare, po mund të themi një nga gurët kryesor të themelimit të katedrës së Fakultetit Ekonomikut. Nuk besoj që nuk e keni kuptuar që bëhet fjalë për profesor doktor Dhori Kulen. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Ditë të gjata, ju jeni pak a shumë në zyrën tuaj, në rektorat, duke ndjekur hap pas hapi gjithë problematikën e arsimit, edhe jo vetëm në këto ditë që në fakt po shkojnë drejt fundit të një viti akademik arsimor. I kënaqur zoti Kule me gjithë këtë vit akademik që po afrohet? Po, unë kam fatin, Jonida, të punoj një sektor që të tjerët besoj në kanë zili dhe unë kam fatje punojnë arsim. Arsimi është nga fushat ku ndihesh mirë kur punët shkojnë mirë. Tashmë, para se të vija këtu, të gjithë televizionet që ngarkuar me atë që nesër fillon zyrtarisht. Fushata zgjedhore me bukurinë e vetë, me të karikimin e baterive me premtime lartë e poshtë që të bëjnë mendosh që do të kemi parajsën. Dhe ajo që unë e fillova me fushatën është sepse duhet arrit me arsimin. Arsimi, universitetet shqiptare kanë një kontribut dhe dhanë një model. Pra, fushata zgjedhore dhe zgjedhjet parlamentare dhe ato lokale, besoj, mund të gjejnë një model të mirë në zgjedhjet që u bën në universitetet shqiptare, në të gjitha universitetet publike shqiptare, dhe në veçanti në Universitetin e Tiranës ku pati dhe konkurrencë. Nga tjeta pikpamjet e procedurës, e debatit, e argumentit, e pjesëmarrjes, zgjedhjet në universitete ishin një model i shkëlqyer që unë do t'u afroja politikës që ta shifte kur të ngeste keq me një problem, si e kanë zgjedhur këtë problem në universitete dhe do të gjenë zgjidhjen shumë kollaj edhe për procedura dhe për çdo gjë. E kuptoj. Megjithatë, politika nuk është se nuk i referohet arsimit, por i referohet shumë arsimit absolutisht në fushata elektorale. Të gjithë kanë filluar të flasin për arsimin mbi të gjitha, po jo vetëm për arsimin, për ekonominë e shumë fushat tjera. Po mbetemi pak tek arsimi. Shumë akuza vijnë nga opozita, ndërkohë pala tjetër që sigurisht është në fuqi mazhoranca nuk mund mos përmend arritjet e veta në fushën e arsimit. Ju jeni vetë drejtuesi, po themi, arsimit lartë në Shqipëri. Në çfarë niveli jemi ne? Duke marrë parasysh njëra palë bën të bardhë, njëra palë bën të zezë. Qartë. Ka një pasqyrë reale të arsimit shqiptar? Nëse arsimi nuk do të ishte pjesë e debateve, e promocionit, e fushatës, fushata do t'i mungonte shpirti. Kudo ku bëhet fushata zgjedhore, në programe zgjedhore prioritet ka fusha e arsimit sepse është prioritare në të gjitha zhvillimet që kondicionojnë afat shkurtër zhvillimet e shoqërisë, por sidomos ato afat gjatë. Arsimi në Shqipëri. Aktualisht unë do të them, dhe të konkludoja që situata e arsimit në Shqipëri është me një prirje pozitive për të përshëndetur. Në të gjitha nivelet e veta. Në arsimin para universitar dhe arsimin universitar. Çfarë kemi parasysh te kjo prirja pozitive për të përshëndetur? E filloi tek pjesa e arsimit terciare, te arsimi ku unë punoj në arsimin universitar. Të gjithë e din tashme që arsimi universitar, si tipar karakteristik mbi zotërus në këtë periudhë ka pas masivizimin dhe tash ka ardhur në stadin e prioritetit të standardeve cilësore. Kemi qenë detyruar të filloni me këtë rrugë, me paraprirje të masivizimit. Unë kam qenë pa modesti njërë në drejtuesit e Fakultetit të Ekonomisë që i kam paraprirë masivizimit, ka qenë periudha
kur kam drejtuar fakultetin, e kam drejtuar për 10 vjetë fakultetin e ekonomisë, dhe që në vitet e parë dhe të dytë të qenies time si dekan, stafi i fakultetit ekonomik filloi, si të thuash, impaktin për të masivizuar pranimet e shkollës. Filloi të përgatitej për atë çka pritet të ndodhte. E para që shoqëria shqiptare, dhe unë do të thosha, duke menduar që nuk gaboj në konkluzionin, verifikoj që shqiptarët duhet ketë diçka të trashëguar genetike që kanë një dashuri për arsimin. Dashuria për arsimin është një tipar shumë njerëzor dhe pjesë e një kulture që tregon atë që ne kemi në tokë, ku do të grumosh në tokën shqiptare gjen kulturë, pra edhe mbi tokë sjellja e individëve, popullsisë, dëshira për arsim, është pjesë e një populli të kulturuar. Dhe kjo dëshirë për arsim, pavarësisht motiveve, motivet kudo janë të ndryshme, përse duan shkollën, diplomën e tjera me radhë, por jo kudo e gjen kaq të fortë dashurinë dhe dëshirën për arsim. Pikërisht nga kjo dëshirë që unë në vitet kur isha dekan, kishim kuotat e pranimit në Fakultetin e Ekonomisë 300 studentë në vit. Konkuronin 2.000-3.000. Dhe kemi qenë një moment, isha në zyrën time si dekan, vinin prindër që qanin për fëmijët e tyre se nuk ishte arritur kuota për të futur në shkollë. U detyrova, bëra një mbledhje me kolektivin e fakultetit dhe thash do ju lutesha, a jeni dakord dhe të përgjegjshëm që të punojmë jashtë orarit, me migarkesë, dhe t'i kërkojmë ministrisë të shtojmë kuotat e pranimit. Të gjithë ishin në një mendje me mua dhe e kaluam kuotën nga 300 në 800 atë vit. Dhe kemi vazhduar gjatë gjithë kohës me prurje të mëdha që ka rezultuar pozitive dhe masivizimi pastaj u bë në të gjitha fakultetet dhe universitetet e Shqipërisë, duke përfshirë këtu dhe universitetet jo publike. Unë do të shikoj si një dukuri pozitive masivizimin, sepse, gjithmonë e kondicionuar me standarde cilësore, sepse popullsia arsimuar në tregun e punës bën presion pozitiv. Shpesh dëgjon ide që po na shtohen të papunët e diplomuar e tjerë me radio. Kamarierët me diplomë. Ndodhe kundërta, po të shikosh në tërsinë e vetë, veç faktit që të diplomuarit ka nivel page më të lartë, pra janë më të mirë paguar, por i diplomuari, i shkolluari, ka aftësi mendore të gjejë dhe të krijojë hapësira pune atje ku nuk shkon mendja të pashkolluarit. Shumë nga hapësirat e reja të shërbimeve, të punëve, të aktiviteteve, i kanë hapur pikërisht të shkolluarit. Ata brenda dhe jashtë Shqipërisë, nga ato lloj aktivitetesh punësimi, që nuk i shkonte mendja të pashkolluarit. Pra, është e vërtetuar që shkollimi dhe të shkolluarit në tregun e punës bëjnë presion pozitiv dhe vetë krijojnë vende pune. Pra, nga kjo pikpamje, ky korelacion është pozitiv. Janë verifikuar dhe vërtetuar dhe faktin që arsimi, edukimi, shkollimi ka një korelacion pozitiv me rritjen ekonomike, pra ndikon në rritjen ekonomike, pa u zgjatur në këtë element. Ajo që vërej pozitive është edhe në arsimin parauniversitar. Arsimi parauniversitar, si rezultat i disa ndryshimeve të karakterit managerial, të karakterit të bërjes atraktive të punës së mësuesit dhe atraktive puna e mësuesit veç faktit që ata që zgjedhin të bëhen mësues, është një kategori, një bashkësi individësh që veç asaj që kanë prirje të vetë familjare, nuk kanë dëshirën për të bërë të pasur dhe biznesmen, por kanë dëshirën të shërbejë, të kenë një nivel mesatar. Kanë statusin social më të rëndësishëm se sa statusin material. Por duan edhe një status material të caktuar që të jetojnë mirë. Gjatë këtyre viteve ka pas një rritje të konsiderueshme të pagës së mësuesve, është dyfishuar paga. Dhe ne kemi ndjerë në prurjet në degët e mësuesisë. Deri në vitin 2005, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, prurjet e studentëve që ndiqnin degët bazë të mësuesisë ishin shumë të dotë. Niveli studentëve ishte
i notave 5 deri në 7 maksimumi. Në momentin që filloi rritja e pagave, pra e dha mesazhin tregu, filluan dhe aktualisht kemi ndërprurjet më të mira në degët e kërkuara, matematik, fizik, këto pasaj të super kërkuarat, informatika, juridiku, ekonomiku, farmacia, e kanë atë prurjen e mirë, por e ndryshoi e dha mesazhin paga e lartë tek prurjet cilësore të mësuesve. Megjithatë, jashtë zyrave akademike të Universitetit Shqiptar, një perceptim i përgjithshëm i opinionit, edhe që nuk besoj që edhe ju sjeni përballur ndonjëherë, thotë që të gjithë sot janë bërë me diplomë, të gjithë sot janë bërë me shkollë të lartë, madje tani së fundmi përdoret edhe si batut, të gjithë janë me 2-3 mastera, edhe me doktoratur, pavarësisht se mund të mos kenë punë, edhe pavarësisht se mund të mos i vënë kurrë në jetë. Ky është një këndvështrim me një konotacion negativ. A na duhen ne realisht të gjithë këta të diplomuar? Të gjithë, ne themi, ka një gjë. Tirana është pak më i ngarkuar se sa rrethet. Sepse ndodh një dukuri, duke qenë se Tirana, dhe janë disa kryeqytete të vendeve ish-komuniste që ndodh kjo dukuri. E kam parë këtë fenomen edhe në Lituani. Në Vilnius ishte e njëjta situatë. Të gjithë ata që vinë nga rrethet me studime në Tiranë, meqense është krijuar diferenca i zhvillimit ekonomik dhe social të Tiranës me rrethet, vështirë është të kthehen në rrethe. Pra, ata janë të gatshëm të gjejnë edhe punë të tjera të rëndomta, pikërisht nga ato që mjafton të qëndrojnë në kryeqytet. Edhe japi një konotacion negativ për ta zhvlerësuar diplomën, kamarier, taksixhi, thotë ndonjëri me diplomë të tjera me radhë, por nuk është kjo dukuria zotëruse. Ajo që është zotëruse është se pjesa e kulturuar, e shkolluar dhe diplomat në vetë vërtet ka pak më tepër se sa absorbon tregu i punës, por në një situatë të një zhvillimi ekonomik, kur të filloj një dinamik tjetër me qëndrueshme, me lartë e rritjes dhe zhvillimit ekonomik, do të absorboj këtë kontingent të diplomuarisht të degëve të ndryshme të diplomuar në universitetet tona, publike dhe jo publike. Kuptohet kryesisht të diplomuarit i kërkon tregu privat, pasi tregu publik, në sektorin publik, maksimumi, pra gjithë diplomuar të punësuarit janë 87.000 ka sektori publik, sektori privat është ai që përballon dhe absorbon të diplomuarit. Ka disa qëndrime, janë pjesë e fushatës së tanishme, besoj publiku i ka dëgjuar, konsumuar, rastet e komenteve që i bën disa studimeve, një prej tyre ishte studimi i Bankës Botërore. E keni fjalën për studimin e Bankës Botërore referuar testit PISA-s që nxirrte 57% të 15 vjeçarëve analfabet funksional. Pra, e ka konsumuar publiku një shprehje të tillë të dhënë nga politika, sidomos nga opozita, dhe mua më ka ardhur keq që ka kaluar absurdi deri në këtë lloj komenti, pasi e kam lexuar këtë studim serioz të Bankës Botërore. Ai i referohet vitit 2009, dhe po ta shikosh nga pikpamja edhe në qoftë se politika do për efektet të goditjes së palës kundërshtare në rastin konkret të opozitës, 15 vjeçarët shkollën e kanë filluar në vitin 2000. Dhe gjithë analiza që u bëhet 15 vjeçarëve lidhet me tregun e punës. Në tregun e punës në Shqipëri, 15 vjeçarët nuk kanë kontaktin e drejt për drejt. Ata janë bile deri në moshën 24 vjeç, janë akoma në bankët e shkollës, pjesa më e madhe e tyre. Pra, edhe konotacioni që u jep të si analfabet funksional, nuk ka lidhje fare me atë mesazh që u shpërnda dhe për publikun. U egzagerua. Jo vetëm egzageruar, por shumë ofendus për ata që punojnë në fushën e arsimit. Ne kemi fatin që kemi trashëguar dhe kemi një kontingent mësuesish jashtëzakonisht apasionuar të përgjegjshëm në të gjithë nivelet e shkollimit. Ajo që
kërkohet tani se në nivellet parauniversitare mësuesit, shkollës fillore, 8 vjeçare, 9 vjeçare dhe të mesme, ka kontingjent e vërtet të përgatitur, të përgjegjshëm dhe punojnë me pasion dhe dashuri. Edhe këtu ka nevojë çik për shpërndarje gjeografike që të jenë të tillë në të gjithë rrethet e vendit, por në nivelin universitar kemi nevojë që universitetet i pajisin të gjithë me pedagog cilësor. Jo të gjithë janë në këtë nivel, Universiteti i Tiranës si më i madhi ka marrë pjesën më të mirë. Ka trashëguar sepse është si universitet nacional, ka numrin më të madh të stafit, ne kemi tashmë që iku dhe mjekësia me infermerinë dhe 800 pedagog, gjysma janë me tituj dhe grada, pjesa tjetër janë në proces doktoraturash, pra shkolla në vetvete, kapaciteti dhe cilësia e saj verifikohet nga fakti se si kanë dy aktorët e shkollës, mësuesin, pra pedagogën dhe nxënësin apo studentin. Cilësia e mirë e tyre tregon. Çdo gjë varet, domethënë varet nga këndvështrimi që e shikon. Absolutisht nuk ka gjëra që kanë vetëm një këndvështrim apo vetëm një panoram. Por ju, besoj zoti Kule, më mirë se çdo njeri tjetër e di nga çfarë vuan sot arsimi shqiptar, duke ju mbetur larg gjithë retorikës politike, aq më tepër me që jemi në fushat. Si e keni imagjinuar, si e imagjinoni ju në ditët kur ëndërroni, si do donit ju të ishte arsimi i lartë? Çfarë do donit të korrigjonit, nëse do të kishit në dorë, ta bënit shpejt? Arsimi tashmë, punën arsim është bërë më e vështirë se më parë. Pra niveli i pedagogëve dhe i arsimtarëve të nivelit parauniversitar përballet me një profesion më të vështirë se sa më parë. Përse? Në qoftë se më parë mësuesi, pedagogu e administronte komunikimin me nxënësin dhe studentin, duke pas parasysh që kishte një tekst ose leksionet që jepte pedagogu si pronë e vet, tashmë nxënësit dhe studenti janë përballë një informacioni të jashtëzakonshëm, të pashtershëm. Dhe ky informacioni vjen nga burime të ndryshme. Teknologjia e informacionit tashmë është bërë e tillë që ka vështirësuar punën e mësuesit dhe pedagogut, dhe kjo vështirësi e ka bërë më të rëndësishme punën e tyre. Sepse përballë këtij informacioni të jashtëzakonshëm, është domosdoshëm pedagogu i mirë që të përzgjedh dhe të jap studentit nga pikpamja e këtij informacioni kaq të gjerë, sepse informacioni kaq i madh dhe i gjerë të çorienton në përzgjedhje dhe çfarë do të marrësh për të përgatitur ai që duhet të përgatitesh për të ardhmen. Ndaj puna e mësuesit dhe pedagogut është bërë me vështirë, dhe ajo që unë do të kisha dëshirë dhe që është sfida e arsimit, është rritja e cilësisë së stafeve pedagogjike në radhë të parë. Pra, në këtë pikë ne po punojmë mirë. Në këtë pikë, si pikë kruciale për rritjen e cilësisë së stafeve pedagogjike, ne kemi shkollat e doktoraturës, sidomos të cilat kombinojnë stafet me tituj dhe të rinjt që vinë në shkollat tona. Doktoraturat, shpesh publiku e ka dëgjuar që ka filluar, ose pjesa që është e lidhur me arsimin e dish, do të thotë doktoraturë. Pjesa e palidhur e di që është pjesa fundore e shkollimit, pra në 3 ciklet e studimit, pjesa më cilësore është ajo e studimeve të doktoraturës. Këtu kombinohen në mënyrën më cilësore, profesionale, aftësitë e profesoratit me atyre që do të futen në fushën e studimit. Doktoraturat dhe shkolla e doktoraturës dhe studimet e doktoraturës në fakt janë përgjegjësi e profesoratit para se të jenë e doktorantëve. Ne në Universitetin e Tiranës tashmë e kemi ngritur me forcë, me qenë se i kemi kapacitetet, të jap llogari dhe kudo në botë në perëndim, jep llogari për punën kërkimore profesori para se të jap doktoranti. Pra të gjithë profesorët, të inkuadruar në katedra dhe departamentet e tyre, kanë fushat e veta të studimeve. Dhe në fushat e veta të studimeve, për të cilat ata projektojnë se çfarë studime do bëjnë në vitin akademik pasardhës, ose afat gjatë, ata kanë hapësira dhe mundësi që të përdorin për studimet e tyre
doktorantët që ndjekin shkollën e doktoraturës. Pra bet një kombinim i pedagogu, profesori orienton se çfarë studimet duhet të bëj, studimet gjithmonë pastaj janë të lidhura me problematikat sipas fushave që ka universiteti, problematikat që ka shoqëria, ekonomia i transmeton problematikave e veta nëpërmjet organizimeve që ka sipërmarrja, ka organizata biznesi me të cilat universitetet lidhin marrëveshje, kontaktojnë, i pyesin se çfarë studimet duan, dhe në këtë mënyrë orientohet nëpërmjet doktorantëve të vetë studion, profesori ka detyrë t'u jap doktorëve pjesë të caktuara për të cilat ata duhet të thellojnë në studimet e veta, dhe në këtë mënyrë doktoranti bën doktoraturën dhe bën detyrën e vet. Profesori studimin, shoqëria, ekonomia e përdor për interesa që kanë bënë në zhvillimin. Kërkimi shkencor bëhet efektiv. Dhe Universiteti i Tiranës mbulon pothuajse të gjitha fushat, tashmë ka ikur mjekësia, por ato fusha për cilat është lidhur ekonomia, shoqëria, studimet sociale, jurisprudenca. Pra ne përpiqemi që me të gjitha institucionet që funksionojnë në këtë vend të lidhim dhe kemi lidhur kontakte që nevojat që ata paraqisin dhe ato që ne mendojmë se duhet të thellohen, i ngrejmë në nivelin e studimeve dhe kërkimeve të... Nga kjo pikpamje më vjen mirë që ka përgjegjësi, më shumë duhet të përpiqen departamentet tona në mënyrë që dhe ka nevojë dhe për një financim, por financimi nuk mund të vi duke pritur që të caktoj qeveria buxhet për kërkimin, duhet që edhe strukturat e universiteteve tona, njësitë përkatëse institutet kërkimore, të trokasin atje ku ka interesa për studimet e tyre. Dhe të tilla ka institucione ndërkombëtare, janë firmat, janë firmat farmaceutike, pra ka të gjithë aktiviteti i sipërmarrjes ka nevojë për promovimin, studimin dhe avancimin e vet për kërkime nga universitetet. Mbetemi pak tek financat, duke marrë parasysh që ka qenë një debat shumë i madh i autonomisë së universiteteve. Ka mbaruar, a janë sot universitetet shqiptare autonome të pavarura? Ka një dallim, autonome dhe të pavarura. Universitetet shqiptare kanë filluar po e krijojnë se autonomia nuk dhurohet. Fitohet. Ajo fitohet dhe konsolidohet. Në ka struktura dhe institucione ku autonomia duhet të shfaqet në tërë formatin e vetë ligjor, janë universitetet. Kudo në botë universitetet janë këto institucione që e kanë dhe funksionale autonomia. Për fatë mirë në Shqipëri, legjislacioni, kushtetuta dhe gjykata kushtetuese e ka konfirmuar në mënyrë eksplicite autonominë universitare. Dhe kemi një raport të tillë me institucionet e tjera. Gjykata kushtetuese ka vendosur që në qoftë se universitetet marrin një vendim, nuk ka asnjë strukturë administrative të drejtë anulloj. Qoftë edhe Ministri i Arsimit. As Ministri i Arsimit, as kryeministri, as presidenti, as kush nuk e anullon dot vendimet, nuk ka të drejtë i vlerësojë nëse janë të ligjshme apo jo vendimet e universitetit, është vetëm gjykata. Pra kjo është një autonomi eksplicite e shpallur me ligj, por e cila duhet administruar mirë. Se në funksion të kësaj autonomie që kanë universitetet, mund të merren vendime të cilat nuk na i rrezon dot kush, vendime të gabuara dhe pastaj të ndjekësh rrugën e gjykimit dhe gjykatave. Domethënë nga pikpamja e formatit ligjor, universitetet publike ka nevojë për një përgjegjësi shumë të lartë të menaxhosh në rrugë sipër, sepse ne vim nga një shoqëri pa përvojë në funksionimit demokratik të institucioneve. Por unë verifikoj që ka filluar që universitetet po e konsolidojnë autonominë. Një nga elementet e fillimit të një konsolidimi dhe maturimi të autonomisë universitare ishte situata zgjedhore. Në situatën zgjedhore, universitetet i thanë politikës ndalë. Zgjedhjet i bëjmë vetë. Kjo është pjesa e jonë, edhe ndo i përpjekje që pati politika për të interferuar në universitete, universitetet i thanë, jo, këtu nuk janë zgjedhje politike, sepse në universitete
në fund të zgjedhjeve nuk ka pozit-opozit. Pasi mbaroi zgjedhjet, të gjithë janë pozit, të gjithë kanë detyra të njëjta, pra dhe një nga ato element të shfaqjes së autonomisë, të fuqisë, të respektit të institucionit ishte situata zgjedhore, janë situata të tjera të ballafaqimit që kanë universitetet për probleme të ndryshme dhe mua më vjen mirë që sa vjen dhe zgjerohet antikonformizmi në universitete. Shfaqet, ka raste që shfaqet si i tillë, por antikonformizmi duhet të jetë dhe është pjesë e akademikut. Qëko, politika shqiptare ka ndërhyrë gjithandej edhe ne themi shpesh që nuk ka strukturë në Shqipëri që nuk është e politizuar, edhe qofte edhe private ndonjëherë. Universiteti sot, sa e ka mbajtur larg politikën? Unë them që është në rrugë të mbarë dhe larg, po e mban, edhe në situatën e tanishme. Në situatën e tanishme, unë jam përpjekur, duke qenë rektor i universitetit, pra kreu i këtij institucioni më të madh, i kam parositur dhe drejtuesit e gjitha niveleve, dekanët, shefat e departamenteve. Sa herë që vinë situatat zgjedhore lokale dhe parlamentare, u sugjeroj, i bëni nder politikës në qoftë se secili prej jush futet në politikë, në partinë që do. Por askush nuk ka punë që politikën ta interferoj në universitet dhe ta bëj universitetin pjesë të politikës. Pra këte kemi pasuri të përbashkët, pavarësisht se ku aderon, ku ka dëshirë, ku e ka njëri apo tjetri, dhe askush nuk duhet që të sakrifikoj universitetin, strukturat e veta në emër të politikës. Edhe ne dham një model tash së fundmi. Me studentët e ekselencës, ftuam krerët e partive politike, më erdhi mirë që na u përgjigjen, erdhi kryeministri, kryetari i Partisë Socialiste, bën një takim me studentët e ekselencës, një praktikë që ka gjithë bota e zhvilluar, vinë një kohë që ballafaqimet, kandidatët ose krerët e partive t'i bëjnë në ambjente universitare, t'i bëjnë ballafaqimet me njëri tjetër, ju e keni parë modelet e ballafaqimeve në Amerikë. Universitetet janë një tempull. Fakti që filluan të vinë veç e veç, përballë të njëjtit ambient që i pyet, është një mesazh i fillimit edhe të funksionimit të universiteteve në funksionin e vetë social, edhe të krijimit të atij misioni, sepse universiteti ka mision të edukoj çdo lloj strukture tjetër, çdo lloj institucioni tjetër, edhe ndaj politikës e ka këtë detyrë. T'japi mesazhin, t'japi simbolin, të edukoj edhe në fushën e politikës, nëpërmjet edukimit të specialistëve. Pra, unë them që universitetet janë në rrugë të mbarë, edhe në këtë lloj komunikimi dhe bashkëpunimi, dhe me faktin që janë struktura dhe institucione që i kanë hequr vizat para gjithë të tjerëve në kuptimin simbolik, dia asnjëherë nuk ka pasur kufi dhe viza. Universitetet kanë detyrimet dhe përgjegjësi ndaj gjithë shoqërisë dhe strukturave të saj që të mos jenë të mbyllura brenda vetvetes dhe ta ushtrojnë këtë përgjegjësi për të cilën shoqëria i ka krijuar dhe i mban, duke kontribuar në të gjitha situatat që shoqëria ka sfida, ka zhvillime, pra, unë them që dhe mendoj që universitetet në veçanti dhe arsimi në Shqipëri është në rrugë të mbarë. Është në rrugë të mbarë, ka përpjekje dhe përgjegjësi serioze, pavarësisht nga fakti që kur fillojnë fushatat zgjedhore politika përpiqet, sidomos opozita vjen me ngarkesa, përpiqet ta nxjë çdo gjë, domethënë përdorin nganjëherë edhe pa u kujdesur për shifrat. Për shembull, 3-4 herë kam dëgjuar një deputete të Partisë Socialiste që thotë Fakulteti i Ekonomisë i Universitetit të Tiranës e ka numrin e pedagogëve për student 1/100. Paktën do të merrte mundimin ta hapi atë faqen tonë të internetit ose të pyeste të drejtoria e fakultetit, marrëdhënieve, drejtoria e burimeve njerëzore,
e personelit që kemi në rektorat, se Fakulteti i Ekonomisë ka 148 pedagogë të brendshëm. Që të ketë 1.100 do të kishte 14.800 studentë. Fakulteti i Ekonomisë ka 5.800 studentë full time. Pra kush do të bën aritmetike, po të pjesëtosh 5.800 me 148 del 39. Pra nga 39, 1.39 në 1.100, do jetë absurdi është dhe është shumë i madh. Shumë i madh. Nëse kjo bëhet me ndërgjegje, atëherë është një mashtrim që ka efekt negativ. Se ne e dim, unë e di dhe nuk më vjen mirë që një deputet del dhe thotë që për ta nxirr një gjë që Detyrojeni ndonjëherë të vjeni në pozita, duhet ta përgënjeshtroj këtë fakt si rektori i universitetit? Nuk desh dua të merrem me këtë, por vetë politika dhe ata kur fillojnë që bëjnë dhe japin argumenta për të mbrojtur pozicionet caktuar, është më mirë të jenë realist në përdorimin e komenteve të shifrave, sepse të kthehet në bumerang. Se ai që e di të vërtetën ose ata që e din kur janë shumë, të bën efektin e kundërt. Pra, ka efekt jashtëzakonisht negativ fakti që ti thuash, për shembull, pedagogëve dhe studentëve të Universitetit të Tiranës që zgjedhjet në universitet u manipuluan. E kuptoj. Shkëputemi për pak publicitet dhe në fakt manipulimi nuk ndodh vetëm me shifra që flasin për arsimin, mbi të gjitha ndodh me shifra që flasin për ekonominë, aq e rëndësishme sa është. Me zotin Kule do të flasim për këtë pas pak. Jemi rikthyer, po flasim me rektorin e Universitetit të Tiranës, me profesor doktor Dori Kulen, edhe nuk mund të mos flasim me të për ekonominë, duke marrë parasysh që është një nga autoritetet e ekonomisë në vendin tonë. Jo vetëm sepse ka qenë dekani i Fakultetit e Ekonomikut për shumë e shumë vite, por në një farë mënyrë ka përgatitur pjesën më të madhe të ekonomistëve që sot janë në tregun e punës, edhe një pjesë e tyre mund të jenë akoma në pritje të një pune, por gjithsesi zoti Kule, duke mbetur tek fushata elektorale, jo vetëm për arsimin, por të gjithë, po themi, publiku, aktualisht mendoj që janë shumë të çorientuar. Një pjesë flet për parajsë ekonomike mbas 23 qershorit, pala tjetër thot, kjo që po premton kundërshtari im është një rënim ekonomik. Realisht, çfarë do të ndodhi me ekonominë, duke marrë parasysh platformat që kanë paraqitur palët? Ka diçka realisht të vërtet në platformat ekonomike? Qartë. Në fushat elektorale kuptohet në themel të programeve të subjekteve që konkurrojnë, gjithmonë vendoset ekonomia, pasi votuesi e lidh me familjen e vet, me mirëqenien e vet, me ekonominë. Me standardin e jetesës me xhepin. Ku do ta hedh votën. Në gjykimin tim, ekonomia shqiptare, nuk do ndalem në detaje në ollësira se edhe kohës kemi, edhe nuk është emisioni për të detajuar dhe për të dhënë argumenta të karakterit profesional shumë, por do t'jepja një vizion edhe një qëndrim, një përcaktim timin të përgjithshëm se si shofun ekonominë shqiptare në situatën aktuale dhe çfarë ofrojnë subjektet dhe çpritet të ndodhë më pas. Tashmë të gjithë e dim që pas 2008-ës bota, Amerika e para dhe pastaj Europa, u përballë dhe vazhdon akoma të përballet me vështirësi ekonomike në nivelin e krizës ekonomike. Që për fat të mirë në Shqipëri nuk u shfaq si krizë, nuk u shfaq me recesion. Ran ritmet e rritjes, por nuk pati rënje. Dhe kjo është e rëndësishme. Çfarë ndodhi me Shqipërinë? Pse përballoi në raport me të tjerët? Kuptohet, ne jemi dëshmitar të faktit që deri në 2008-ën zhvillimi, orientimi, filozofia ekonomike, politikat ekonomike e shfaqen ritmin dhe dinamikën e zhvillimit dukshëm. Tashmë janë verifikuar vështirësi në Shqipëri, fatmirësisht e theksoj jo në nivel recesioni, ekonomia shqiptare e përballoi suksesshëm dhe vazhdon ta përballoj me vështirësitë e veta për disa motive të karakterit
makroekonomik. Komshit tanë Italia dhe Greqia, ku u shfaq, sidomos në Greqi, kriza, një nga dukurit në gjykimin tim, por të konfirmuar tashmë, edhe nga përvoja e krizave të mëparshme, ka qenë fakti i raporteve midis tregut dhe shtetit, kush i merrte vendimet në funksionimin e ekonomisë. Italia ka afërsisht gjysma e GDP-së Italisë, rreth 2,1 trilion euro, gjysma e saj kalon në shpenzime buxhetore, pra rreth 50% e komandon shteti, gjysmën tjetër e komandon tregu, si përmarrja e tjetër. Gjysmë shteti, gjysmë tregu. Greqia e ka afërsisht në këto përmasa, 46% shteti, pjesën tjetër tregu. Në vendet ku funksionon edhe nuk është shfaqur një situatë e tillë, është atje ku tregu ka komandën, ku tregu komandon, ku tregu administron pjesën më të madhe të GDP-së. Si rregull, struktura ku tregu ka majorancën deri te 70%, është ajo që i krijon efektivitet dhe eficiencë funksionimit të ekonomisë. Shqipëria, megjithëse ekonomi e vogël, nga kjo pikpamje ka 26% të asaj që krijohet brenda vitit e administron shteti. Pra shteti në Shqipëri, nga pikpamja e shpenzimeve buxhetore, është shumë efektive. Vetëm 1/4 administrohet nga shteti si shpenzime shtetërore. Po që se do ta shohim pastaj, duke pas parasysh GDP-n reale, sepse kjo është GDP-ja zyrtare. Rreth 13 miliard dollar është GDP-ja zyrtare në Shqipëri, por realja është dy fish i saj. Realja që do të thotë këtu ka shumë informalitet? Sepse ekonomia shqiptare ka informalitet, por informaliteti është realitet ekonomik. Pra informaliteti nuk është ajer, nuk është abstrakt. Është para që qarkullojnë në këtë treg për cilin flasim. Është njësoj si ti të kesh 1.000 lek në xhep, shkon në dyqan, sillesh dhe do të sillesh si një konsumator që ke 1.000 lek, ndërsa nga pikpamja e analizës që bëj unë të trajtoj sikur ke 500 lek me të GDP-n zyrtare dhe do të analizoj sjelljen tënde sikur ti sillesh sikur ke 500 lek. Ndërkohë që edhe 500 lekshin tjetër ti do ta konsumosh. Ose ke 2 dhoma në kuzhinë dhe sillesh ose unë të vlerësoj sikur ke 1 dhomë në kuzhinë. Pra, ekonomia, pjesa e informalitetit është një realitet ekonomik. Pse e thash këtë? Duke fusur dhe informalitetin është rreth 26 miliard dollar GDP e Shqipërisë. Keni dëgjuar që të ardhët për frymë në Shqipëri janë rreth pak më shumë se 8.000 dollar për frymë. Shumëzohem me numrin e popullsisë dhe tregon se sa është GDP-ja reale. Atëherë, nga kjo pikpamje, po të shikosh shpenzimet buxhetore janë akoma më pak se sa 26% po ta vlerësosh mbi GDP-n reale. Gjithashtu. Me këtë shpjegim po kuptojmë pak a shumë që ne, në terma shifrash, pjesën që administron qeveria, pjesën që administron tregu, fut këtu edhe faktin që ka informalitet dhe shumë para se sa ne dim zyrtarisht qarkullojnë në treg, duket që jemi mirë ekonomikisht. Çfarë do të thosha me këtë? Nga kjo pikpamje, shteti në raportet se kush administron më mirë, shteti apo tregu, privati apo publiku, është konfirmuar që në një ekonomi tek e cila ne do të shkojmë, administrator më mirë është tregu, është privati se sa shteti. Në këto vende, ku është rritur shumë masa e shpenzimeve publike, ka dhe shpenzime jo efektive. Pra, nga pikpamja e eficiencës së shpenzimeve, Shqipëria ka një zgjedhje të mirë, shpenzimet publike, pra ato që bëhen nëpërmjet buxhetit shtetit, janë minimale, pra janë efektive. Por nga pikpamja e funksionimit të ekonomisë, gjatë kësaj periudhe, megjithse thash nuk pati recesion, pati një rritje ekonomike pak më të ulët. Çfarë ka ndodhur në Shqipëri, se shpesh dëgjojmë, opozita përpiqet ta bëj zi, edhe ato që nuk është e zezë, përpiqen të mohojnë edhe ato që kanë ndodhur, pra filozofia
e investimeve në infrastrukturë, në gjykimin tim, por dhe në gjykimin e modeleve ekonomike, ishte filozofia me përshtatshme për të siguruar rritje ekonomike. Duke mbetur në këtë pikë, zoti Kule, kemi parasysh opozita e bën çdo gjë negative, por edhe faktin që ne jemi vendi i dytë mbas Gjermanisë duket pak si e pabesueshme, po themi për premtimet e mazhorancës. Nuk është dhënë në këtë lloj konotacioni që nga pikpamja e rritjes ekonomike ka një të vërtetë. Vërtet jemi ekonomi të ndryshme në madhësi, në ritëm, në zhvillim, por ekonomia shqiptare ishte ndër ekonomitë e rralla në Europë që nuk kalojnë në recesion. Në këtë kuptim ne krahasohemi me Gjermaninë. Nuk kemi rënë në recesion. Ne duhet t'ja dim vlerën ekonomike. Pse nuk rënë në recesion? Sepse u krijoi një mobilizim të brendshëm ekonomisë rezultati i investimeve. Gjithë këto investime në infrastrukturë nuk u bën kot. Rrugët që janë bërë në ambientin rrugët rurale, janë të gjitha që i krijuan një akses të mirë ekonomisë dhe prodhimet e fshatit, tashmë në shumë komuna, fshatra, prodhimi bujqësor ka pasur një rritje të dukshme dhe fakti që ai arrin ta sjellë në tregun e qytetit nëpërmjet rrugës që është zhvilluar e krijoi këtë impakt ekonomik. Por pa u ndalur në këto detaje, unë do të kapja një element tjetër. Duke qenë se jam antar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, do të jap 2-3 shifra që lidhen me elementet e ekonomisë që administrohen nëpërmjet sistemit bankar. Fatmirësisht, Shqipëria ka një sistem bankar të konsoliduar. Nga pikpamja e përmbajtjes, cilësisë, e përgjegjësisë. Në këtë pikë ne duhet të rrim të qetë. Bankat në Shqipëri të qetë sepse edhe nga pikpamja e përbërjes, edhe nga pikpamja e formatit, bankat në majorancën e tyre janë banka të huaja dhe pra edhe në përmbajtje, edhe në cilësi, edhe në manovrim, edhe në përgjegjësi, edhe në komunikim janë banka europiane në tërë sjelljen e vet. Banka qendrore, për fat të mirë, ka një ekip të përgjegjshëm dhe aty më vjen mirë që stafi i Bankës së Shqipërisë është me specialistë nga më të mirët që ka Shqipëria në këtë fushë, nga studentët më të mirë që kanë mbaruar Fakultetin e Ekonomisë, kanë bërë mastera, promovuar në studime doktorature, ka një ekip të përgjegjshëm që është në kontakt të përditshëm dhe çdo orë me institucionet ndërkombëtare. Edhe me të gjitha zhvillimet ekonomike shqiptare. Por çfarë dukurie ka ndodhur në sistemin bankar? Pse janë trembur bankat? Nga viti 2010, në 3 vitet e fundit, janë rritur depozitat në sistemin bankar $2.5 miliard. $2.5 miliard kuptohet një pjesë e rritjes së kursimeve dhe këtu në pjesën më të madhe janë kursime individesh. Do thoni ju, ç'lidhje ka kjo me situatën e vështirësuar ekonomike? Pra, veç faktorëve të tjerë të situatës së vështirë ekonomike që na vjen nga kriza e Greqisë, e Italisë dhe nga rënja e remitancave që na vjen nga emigracioni, një ndikim negativ ka dhe ndryshimi i sjelljes së konsumatorit. Kursejnë dhe nuk shpenzojnë. Pra, ka ndryshuar raporti midis kursimit dhe shpenzimit. Është njësoj si një familje, mund të jesh i pasur, të kesh pare, gjendje në bank, të mos shpenzosh, nuk shfaqesh, nuk sillesh, nuk je i pasur në konsum. Dhe ky raport ka ndryshuar dukshëm për motive të sjelljes dhe të vendimit që ka marrë subjekti ekonomik, ka rritur kursimin, ka ulur shpenzimin, por duke ulur shpenzimet të gjithë subjektet, kjo dëmton sipërmarrje, se nëse ishte parashikuar dikush, ishte parashikuar të blinte shtëpi, të blinte mobilje, dhe i shqetësuar dhe i tremur nga fakti i mesazhit që ai është shef dhe i vjen nga ajo që shef rreth vetes, kriza rreth vetes, por dhe ka një ndikim negativ dhe paniku artificial që i bën politika. Pra nëse ti i thua që situata është e zezë, pa qenë e tillë, kur i transmeton një mesazh paniku artificial, atëherë subjekti ekonomik do të kuret, do friksohet, do ta kursej parën, po duke kursyer të gjithë. Më pak para qarkullojnë. Më pak qarkullojnë dhe nuk plotësohet cikli fundor
i bizneseve dhe shumë nga bizneset janë në vështirësi sepse nuk konsumohet. Dhe çfarë ndodh? Atëherë gjithë këto pare 2.5 miliard dollar, 1.1 miliard vetëm në vitin 2010 në sistemin bankar. Do thoni ju, po bankat japin kredi. Por dhënia e kredis... Janë rritur kursimet të paktën të qarkulloj para duke dhënë kredi? Ndryshimi i këtij ekuilibri midis shpenzimeve dhe kursimit, duke mos mbyllur ciklin e qarkullimit ekonomik, vënë që sipërmarrja që bizneset e ndryshme që kanë marrë kredi, duke mos mbyllur ciklin e shitjes produktit tyre, nuk kanë mundësi ta shlyejnë kredin. Shëritur kredia e keqe. Pra, një element që duhet t'i bëjmë mirë dhe kemi detyrim të kontribojmë për zhvillimin pozitiv të ekonomisë, kemi brenda vetes, mos shpërndajmë panik pa pasur realitet. E gjithë kjo situatë ngërçi ekonomik në pamje, edhe në terma, mund të zgjidhet nëse të gjithë fillojmë të shpenzojmë? Jo totalisht. Pra, shpenzimi duke ardhur te ekuilibret normale, shpenzim, kursim, patjetër që shlirohet. Mendoni sikur nga 2.5 miliard dollar që janë futur në sistemin bankar si kursim, sikur 600-700 milion prej tyre të ishin qarkullim ekonomik, e kuptoni se çfarë impakti dhe impulsi do jepnin ekonomisë? Por në qoftë se ne i trembim njerëzit padrejtisht, në qoftë se ne i themi që është zi pa qenë zi, dhe ju e dini që edhe një individi, po ti thuash, pa qenë i sëmur, thuash je i sëmur, ti thonë 5-6 veta je i sëmur, ai do të thotë unë pas kam shenja që jam i sëmur. Ka qelluar njëherë, kur luanin futboll në ekipin e Beratit, vendosim 4-5 shok, do të themi njëri nga shokëve tanë, kur erdhin në stërvitje, bëm shaka duke i thënë që more se ke sytë zverdhur. I thot njëri tjetri, ai s'kishte asgjë nga sytë. Njëkohësisht porositëm dhe mjekun ambulanca në Berat të shafër stadiumit, i thanë që kur të vi filani, ju thoi pse pas ke sytë e verdha. Dhe shkoi edhe te mjeku, i tha more, pse ke sytë e verdha? U tremb dhe u sëmur vërtet. Iku në shtëpi, nuk erdhi në stërvitje. Pra, çfarë desha të them? Psikologjia është shumë e rëndësishme edhe në ekonomi, gjendja psikologjike. Është në qoftë se ne shpërndajmë panik pa pasur një situatë të tillë, kontribojmë negativisht. Kuptohet. Me përfundimin e zgjedhjeve do të çlirohet nga ky mangth që politika e shpërndan padrejtisht ndaj publikut, bile ka pasur mesazhe të tilla që ishin të frikshme. Deri atje sa u thoshin depozitat tuaja janë në rrezik. Dëshira dhe etja për pushtet. Shkoj deri këtu është... E kuptoj, zoti Kule, por megjithatë publiku ka edhe një frikë tjetër, duke ditur që ne jetojmë në Shqipëri, duke ditur tranzicionin, duke ditur situata që mund të kemi kaluar, edhe nuk besojnë shumë tek çka thon, po themi, autoritetet, çka thon ndonjëherë edhe shifrat. Nuk mendojnë që të gjithë autoritetet përgjegjëse për një sektor të caktuar tregojnë të vërtetën. Në fakt, autoritetet dhe shifrat tregojnë të vërtetën? A duhet të besojmë shifrave? Kujt i besojmë? Publiku ndonjëherë gjendet përballë. Shfaqja e mosbesimit ndaj shifrave, dhe ky është një problem i madh. Domethënë, shpesh e dëgjoj, unë kam pasur përgjegjësinë rreth 7 vjet, kam qenë njëkohësisht dhe kryetari i Këshillit Statistikave të Shqipërisë. Edhe statistikat pastaj janë një histori tjetër. Dhe shpesh dëgjon publiku që thonë Instati është i tillë, është i tillë. Duhet të ketë respekt ndaj institucioneve. Instati, për fat të mirë, ka tërë këto vite që po rekruton nga studentët më cilësor të ekonomiksit dhe të informatikës ekonomike në universitetet. Është garanci kjo? Punojnë me përgjegjësi të madhe. Nuk i shkon mendja kujt dhe ata ndjen të fyer nga njerë kur i thonë që ju po manipuloni, po spekuloni me shifrat. Në çfarë spekulimi do të ti thuash një studenti që ka bërë masën e doktoraturë, që ka vajtur dhe po denigron profesionin e vet, e fyen, dhe një gjë e tillë nuk ndodh. Sepse të flasësh dhe të denigrosh shifrën pa sjell argumenta për një shifër tjetër, është të prapësh të mashtrosh kot me logjikën e shifrave. Domethënë ta bësh me qëllim të tillë dhe për shembull, një nga shifrat është ajo që kanë dëgjuar të periudhë shqiptarët për papunësi. Po, shifrat e papunësisë. Po, papunësia, thot opozita, është 1 milion. Tash gjithë forca e aftë për punë është 1.1 milion. Dhe ne do të punësojmë
thot njëra palë 300.000, pala tjetër thot 250.000. Tani, shifra e deklaruar e papunësisë është 13%, janë rreth 150.000. Kuptohet, pjesa më e madhe, ka një pjesë të madhe të punësimit të forcës punës në bujqësi në Shqipëri. Në bujqësi. Rreth 26% është e angazhuar ati. Kuptohet, është pjesë e angazhuar me ferma. E vetë punësuar? Po. Mund të quajmë? Ka në sipërmarrjet e veta, në fermat që ka në fshatat shqiptare, në fermat shqiptare. Tani, që të thuash, të bësh propagandë dhe të japësh mesazh politik që janë 1 milion pa punë dhe ne do të punësojmë 300.000 po morëm pushtetin, do të thotë që në fund të mandatit do të lesh 700.000 pa punë, pa futur shtesën e atyre që janë mosh pune. Pra, do të lesh në fund të 4 vjetëve, nëse aktualisht ka 150.000, ti do të lesh 700.000. Duke marrë variablet e tjerë konstante. Kësaj shifrës 150.000, duhet i besojmë? Shifra 150.000 është, jo duhet i besojmë, janë shifrat të raportuara, të rakorduara, është e besueshme. Nuk ka shifër tjetër që të nxjerrë që është ndryshe në raport me të. Pra, Instati i ka të llogaritura nëpërmjet sipërmarrjeve, pra i ka me njësi përkatëse. Në qoftë se do kush do të di nga është kjo shifër e të punësuarve në 1.1 milion janë kaq, i ka të ndarë me sektor, edhe mënyrën e llogaritjes. Sektori publik ka 87.000, të ndarë sipas sektori privat ka gjithë sipërmarrjet, pastaj ju vetë keni dëgjuar që thonë janë 180.000 biznes, nuk i quhen punësuar ta? Pra, nga pikpamja e komenteve me shifrat, duhet që edhe argumenti dhe të bësh i besueshëm, duhet të serioz, nuk duhet mashtrosh për shifrat paktën për të cilat konfirmohet jo vetëm nga institucionet tona, por fatmirësisht këto janë si banka, si Instati, punon me institucionet ndërkombëtare, punon FMN-ja, Eurostati, dhe po parape panikun dhe mos besueshmërinë ndaj krijon këtë shifrave. gjendje psikologjike që është shumë e rëndësishme për ekonominë. Situatë problematike tek tjetër shifër e interpretuar borxhi publik. Duket si një gjë shumë e madhe për gjithë ata që e dëgjojnë. Në fakt, çfarë është? Në çfarë nivelesh duhet mbajtur? Sa e kemi shkelur në situatën? Një transmetim, një panik i madh, gjithandej e ndjej, por nuk kanë folur shpesh në rastin më të mirë asnjë specialist. Është vërtet që thuhet borxhi publik mbajti 62%, katastrofë e madhe në Shqipëri. Ndërkombëtarët na kanë thënë mbajeni në nivelin 60% që të jeni të qetë sigurt. Është mbajtur në nivelet që duhet të mbahet, kuptohet, nëse rritet shumë, krijon probleme sepse ka një kosto, do të paguash interesat e borxhit, por edhe këtu ka një problem që të qartë publiku. Kur u thash që GDP-ja reale është dyfishja e saj zyrtares, borxhi mbatet mbi GDP-n. Pra, nëse do ta shikojmë realisht, nuk është 60%, është gjysmë 60%. Por edhe gjysma të krijon probleme. Domethënë realisht, po ta llogarisësh mbi 26 miliard dollar, secili nga ata që shqetësohen që është 61-62%, me një shifra do të vetë 30%. Por edhe 30%, nëse ka kosto, gjithmonë duhet ruajtur një nivel i caktuar borxhi. Por kur borxhi është problematik? Çdo të thotë që ta ketë qartë publiku, domethënë kur dhe pse merret borxh. Nëse qeveria do të bëjë një shpenzim, një investim, ka dy rrugë për ta bërë investimin. O do mbledhë taksa, o do marri hua. O do të marri ne, o do të marri hua. Përballë kësaj alternative, kush do të pyesi, si është më mirë? Të mbledh taksa të ristatimet, që dhe do t'ja marrë sipërmarrjeve private në moment caktuar, apo të gjej një rrugë të dytë. Po pse, kjo pjesa e huas, nuk do t'i paguajmë prap ne, edhe me përqindje? Kush është më mirë? Atëherë, mund ta bësh me taksa, mund ta bësh me hua. Në qoftë se investimi dhe shpenzimi që do të bësh është një projekt i cili të siguron zhvillim
ekonomik në perspektivë, që brezi i ardhshëm, brezi që vjen, nga ky investim, nga ky projekt, të ketë nivel jetese më të lartë, është më mirë ta bësh me ua. Pra, e lën sipërmarrjen, nuk i merr taksat e tatime, në punën e vet, të administroj vet, merr një ua dhe këtë pastaj një nivel më i lartë të ardhurash për brezat që vinë, nuk e ka problem që ta paguaj dhe borxhin. Pra, edhe këto shqetësime të mëdha që ngrihen me një duke paraqitur një panik të pajustifikueshëm, kërkojnë më shumë realizëm. Pra, ekonomia, transmetimi i mesazheve të ekonomisë. Ekspertët duhet flasin më shpesh dhe më shumë se sa politikanët. Për ekonominë, sikurse për shembull shkëputemi për pak publicitet, zoti Kule, që mos ta lëm logjikën në mes, vetëm pak reklame dhe më pas rikthehemi. Do të jemi edhe në pjesën e fundit në diskutim. Duket sikur një profesor doktor në shkencat ekonomike, në pamje të parë të njerëzve që mund ta dëgjojnë, mund ta shohin nga larg, duhet të ketë një ekonomi perfekte personale. Ndodh kështu, zoti Kule? Kush është ekonomisti në familjen tuaj? Në çdo familje janë të ndara, me sa duket gratë janë për të shpenzuar, burrat për të sjellë në shtëpi. Ndodh kështu edhe në shtëpinë tuaj. Gjithandaj, me sa duket kjo është biologjike. Me që e lam të pjesa që ta mbyllim të borxhit publik, domethënë, edhe te kjo pikë unë do të jepja mesazhin duke pas parasysh shifrat që është bërë kujdes edhe në këtë fushë. Qoftë se janë marrë dhe sa herë që janë marrë për projekte që sigurojnë zhvillim ekonomik dhe bara aq sa bie brezave do të bjerë brezave në nivele të shlyerjes së kësaj bare më lehtë se sa brezat e sotëm. Pra është borxhi në vetvete nuk do parë si pranga të imperializmit, si shifesh në kohën e diktaturës, me borxhe dhe me lëvizje, me kredi, janë zhvilluar dhe zhvillohen ekonomitë të gjitha vendeve të botës, por gjithmonë me një kusht, që do të marrësh për zhvillim, jo të marrësh për konsum. Dhe këtu realisht janë marrë për projekte, investimesh, zhvillimi, që gjenerojnë rritje dhe zhvillim ekonomik. Nga kjo pikpamje, përsëri do duhet jemi më korrekt me vetveten, me ekonominë, pavarësisht se fushata i ka dhe këto ngarkesat, i kalojnë në ekstrem, pa përdorur argumentin real ekonomik. Në themel të fushatave pasaj janë dhe partitë politike kanë prezantuar politikat fiskale, një nga ato që njëri me taksa, tjetri pa taksa. Problemi taksës progresive që u propozua nga opozita pothuajse është rrëzuar i tërë, nuk ka kuptim taks progresive mbi të ardhurët personale. Kush lexon pak ekonomi e kupton që logjika e taksës progresive, nëse ekziston në raport me sipërmarrjen. Tek të ardhurët personale, ajo jo vetëm që s'ka kuptim, po bëhet problematike, është njësoj, s'ka nevojë të thuash taks progresive, ulë rrogat e larta dhe thuaj që unë po ulë rrogat edhe eliminove këtë. Pra, edhe nga pikpamja e mesazheve të politikës fiskale, nuk po shohim asnjë lloj mesazhi dhe programi që të shohim se çfarë do të bëhet në programin ekonomik të opozitës, po nuk po i bëj komente më tepër të taksës me që është diskutuar shumë, do desha ta bëja një koment të tillë, dhe ka dhe një element tjetër të rëndësishëm në filozofinë e zhvillimit. Vendeve në tranzicion, pra vendeve ish komuniste, u mungon institucioni tregut, jo i shtetit. Shtet kanë pasur me shumicë. Kanë konsoliduar tregun akoma, mirë. Tranzicioni do të ka përse do të kaloj atere kur të konsolidohet tregu me strukturat e veta. Kjo na ka munguar. Në momenti që konsolidohet
tregu me strukturat e veta në fushën e ekonomisë, atëherë në ekonomi e kemi kaluar tranzicionin. Çdo të thotë kjo? Kjo do të thotë që filozofia paraprirëse për të konsoliduar këtë që të mungon është filozofia e reformave të djatha nga kjo pikpamje. Pra, tregun në vetvete dhe instrumentet e tij, pavarësisht se nuk janë reforma kundër filozofisë dhe politikave sociale, por prioritet do të kenë politikat që krijojnë institucionin që të mungojnë. E kuptoj. Dhe në parim, politikat e djathta janë ato që e krijojnë këtë institucion, dhe kjo është filozofia mbizotëruese e vendeve në tranzicion. Pastaj, kur të konsolidohet dhe të bëhet njësoj si vendet e tjera ku ka lindur ekonomia në mënyrë të natyrshme, ekonomia e tregut, atëherë do të fillojë në mënyrë më të natyrshme dhe ballafaqimi e majt e djathtë mbi bazën e një filozofie dhe ideologjie me këmbë në tokë, me një ekonomi të konsoliduar. Folëm për ekonominë, folëm për arsimin, flasim pak për ju. Një njeri autoritar, duke marrë parasysh gjithmonë në rolin e profesorit, si është marrëdhënia juaj me studentët, si përthyet kjo marrëdhënie jashtë ditës tuaj të punës? Po, nuk e njoh vetëm për autoritar, në njerë më thonë që je i tillë, më tepër e kam korektes me detyrën. Në drejtim, që kur kam mbaruar shkollën, kam punuar në pozicione që krahas angazhimit përkatës akademik, kam pasur dhe pozicionin drejtues. Në drejtim do duhet që të shkojnë punë të mirë, duhet t'i duash njerëzit. Pra në qoftë se nuk i do, nuk shikon tek individet. Individet janë të formateve të ndryshme. Dikush ka 10% të këqija, 90% të mira, dikush ka një raport tjetër, nuk i gjen dhe nuk i bën dot njerëzit me cilët punon ashtu siç do ti. Do duhet t'i zmadhosh pjesën e mirë, t'i duash të mirën dhe t'i vlerësosh në punë. Ta shohësh më shumë pjesën e mirë. E kam këtë mënyrë komunikimi dhe aftësie në komunikimin me njerëzit, them që punët më kanë shkuar mirë, se edhe në drejtim përpiqem të kap atë që është kryesorja, nuk ka dhakate me problematika dhe me probleme dytësore apo të parëndësishme. Në ecurinë e krijimit të këtij formati drejtuesi, kuptohet që çdo njeri ka qoftë tipi që është i krijuar, domethënë karakteri çdo individi, por dhe mënyra se si rritet, në çfarë ambienti pune, edukimi ka. Unë fëmijërinë e kam kaluar në një situatë të tillë, kam lindur dhe jam rritur në Berat. Ai është qyteti im i lindjes. Berati vetë si qytet, me sa duket të krijon një situatë të tillë, vetë kush ka qenë dhe po të rish gjatë në Berat, sa ngrihesh në mëngjes aty ballafaqohesh me një mal madhështor. Dhe është mali Tomorit. Mali Tomorit të krijon një gjendje psikologjike të madhështisë. Të sfidës që duhet përballuar. Të duket vetja sa e shef atë, duket vetja nga njerë që sikur je edhe ti si ai mali madh, pra të madhërishmes, të madhes, të gjigantes. Dhe unë me malin e Tomorit kam pas një lidhje të veçantë. Baba im ishte mjeshtri merituar i sportit në alpinizëm. Këto fotot që po shohin janë ju duke u ngjitur nëpër male? Po, në një nga ato foto jam në theth. Më merrte me vete shpesh në male dhe me male në Tomor kam shkuar për herë të parë në vitin 68, në moshën 11 vjeçare, dhe pastaj paktën një në 2 muaj do shkoja në maj Tomorit. Domethënë është mal magjik, është i bukur, është nga malet më të bukura që mund të ketë në botë, sidomos kur e shef nga Berati.
Dhe në periudhën derisa mbarova gjimnazin, babai më merrte shpesh me vete me alpinizmin. Në të gjitha ekspeditat e alpinizmit. Mbaj mend, në 71-shin kam qenë për herë të parë në majën e Jezercës. Në majën e Jezercës, edhe në fakt, në ato kohë ka shkruar edhe revistat e kohës, revista Pionieri. Ka qenë revist Pionieri, bëri një shkrim, Pionieri i parë në majën e Jezercës. Alpet tona janë magji. Kush s'ka shkuar duhet të shkojë të shofi Thethi, dhe nga Thethi është një maj rreth 1000 metër shkëm, maja Arapit quhet, në krahët saj është qafa e Pejës. Kaloj në qafën e Pejës dhe bie në një lëndin prallore, që quhet Gropat e Bukura, dhe aty alpinistët ngritën pushimin e vet për 2 javë. Mbaj mend, njëherë kaluam duket afër kufirit me Kosovën, ishte viti 71, dhe nga sipër pash 2 qytete, duket Peja dhe Gjakova, dhe pyes babam, çan këto qytete? Dukesh njëri si Berati nga sipër nga maja. Qytetet Kosovës, Peja Gjakova. Ne kishim mësuar gjeografi për katundet e Kinës dhe nuk dinim çfarë bukurie prallore ishte në fushën e Kosovës. Në unë pata rastin me njerë sa në 99-ën kam shkuar me njerë në Kosovë dhe kam parë në periudhën kur akoma digjeshin shtëpiat në Pej, Gjakov, dhe pastaj jam gjetur në majën e Jezercës, në moshën 14 vjeçare, alpinistët kishin një zakon që në majrat e maleve që pushtonin, në një kavanoz linin emrat e tyre ose në shënim. Dhe unë kisha bërë një shënim për emocionet e kësaj ngjitje. Pas 3-4 vjetësh, Aleksandër Bojaxhiu e kishte gjetur. Aleksandër Bojaxhiu është babai i Gjergj Bojaxhiut, se Gjergj është bërë i njohur tani se pati mundësinë të bënte atë që unë kisha ndëruar të jetën. Everestin e keni ndëruar edhe ju, besoj. E kam ndëruar vërtet, dhe kur isha i vogël shikoja shpesh artat, e thosha si do të shkoj në Everest. Nga Nepali e kisha bërë dhe unë rrugën atëre pa e ditur. Bile sot pash një lajm që një 80 vjeçar japonez kishte shkuar në Everest. Kishte thyer rekordin, por ky rekordi nuk do i zgjaste shumë, sepse këto ditë nisej një 82 vjeçar për Everest. Mali është magjik. Domethënë unë jam i dashuruar me malin. Sa herë që edhe kur shkoj me gruan ndonjë me makinë, shoh male, i them sa i bukur, ai thot, ku e shef bukurinë ti? Dhe Shqipëria vërtet ka vende, zona, male jashtëzakonisht të bukur, po krye mali është Tomori. Vazhdon akoma në udhëtimet e tua të mendosh për t'ju rikthyer alpinizmit çuditjeve në mal e zorshme tani? Nuk mund t'i rikthem, unë kënaqem, kam para atë emisionin kur 5 të rinj shqiptar shkuan në Everest dhe kam ndjer emocione të jashtëzakonshme. Ishte një begeja me djalin, dan një emision të TV-shea dhe ishte vërtet shumë emocional. Alpinizmi është një sport jashtëzakonisht i bukur. Unë lartësinë e adhuroj, të jem në male, të jem në avion. Siklet kam kur jam në tunele, aty nuk rrit dot. E kuptoj. Dhe kështu që në moshën e rinis, merresha me sport, alpinizëm, futboll. Me mësimi isha shumë mirë, lexues i apasionuar i librit. Fillova fakultetin ekonomik, në 81-shin, atëherë me njerë sa mbaroj shkollën të emëronin. Më kanë emëruar në uzinën mekanike të naftës në Kuçovë. Aty filloi karriera. Aty kam bërë universitetin real timi. Domethënë ajo nevoja për praktikë mësimore, e kam bërë 3 vjetë dhe më kanë emëruar me njerë sa mbarova shkollën shef i planit të uzinës mekanike të naftës. Ruaj përshtypje të jashtëzakonshme për punonjësit të asaj uzine. Ka qenë periudhë e vështirë në naftë në vitin 81-82, që dalë mesazhi që sabotimi jeshtu në naftë dhe ishte tensionuar situata në punë. Mbaj mend, në 3 vjetë që kam punuar në uzinë, kam bërë pushime vetëm 10 ditë kur u martova dhe gjithkohës nga ora 6 e mëngjesit deri 11 të darkës punoja në uzinë, por nuk e ndjeja ditën. Ishte një staf i mrekullueshëm, i lije detyra dhe nuk kishte punë që ata ta zvarisnin.
punojësit dhe popullsia e Koçovës është vërtet për të admiruar. Kjo fotoja që kemi, jeni ju me bashkëshorten tuaj, janë ato 10 ditët e pushimit, sa po ishte martuar, apo është pak më Po ishim vonë? fejuar, ishim student dhe duhet tjetë viti 79, shkojmë në Berat. Dhe pas Kuçovës, pas 3 vjetë pune intensive dhe aty pas që puna kishte ngarkesë dhe ata që e punë, u emërova në qershor të 84-s kam filluar punë në Fakultetin e Ekonomisë si pedagog. Në muajt e parë më dukej si ka mundësi Nuk po bëja asnjë gjë. që marrin rrogë njerëzit këtu. Se më dukej që gjithë ditën, nga që kisha mësuar me një tension dhe ngarkesë pune të jashtëzakonshme në Kuçovë, pastaj u futa se edhe gjatë kohës isha në Kuçovë, jepja mësim në filialin e Universitetit Tiranës në Berat, dhe gjatë gjithë kësaj periudhe pastaj kam qenë pedagog në departamentin e ekonomiksit, shef departamenti, zvezdekan, dekan për 10 vjetë, tashmë jam në pozicionin e rektorit të Universitetit